Dërmjet 12 muajve ti shkëlqen si djelin qel, ti e gëzon çdo musliman. Mesazhi I Ramazanit që në këto vapa të mëdha, të temperatura të larta agjerojnë muslimant e popullit ton, tregon një gjë që ata e kanë kuptuar shumë mirë. Ndoshta do të lodhemi pak në Ramazan, ndoshta do ta kemi nxehtë në Ramazan, ndoshta do të na kaplon ecja në Ramazan, ndoshta do të kemi nevojë për freski më shumë në këtë ditë të nxehta, por t'jeni të bindur dhe sigurt se ai që ndoshta vuan pak, e ka vështirë pak, ai edhe fiton karshi epshit dhe nevojave të tij për ujë dhe ushqim në këtë ditë të nxehta e të gjata. Ai që bën sabër dhe fiton egon e tij, ai është fytyrbardhi në dynjë dhe ka me qenë fytyrbardhi ditën kur dalin para Allahut, ashtu siç thot Allahu fuqiplot: "Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Addit disa ftyra kanë me uzbardh, e disa kanë me unzi, kanë me unzi ftyrat e atyre që kanë mohu Allahun, që kanë mohu mirësitë e kësaj feje, që kanë qenë kryelar ndaj urdhnave dhe obligimeve të kësaj feje, e ata kanë me shiju adhabin, dënimin më të nxehtë, dënimin e xhehenemit atë ditë. Kurse atyre që kanë me ju zbardh ftyrat, atyre që sot kanë vujt dhe kanë bë sabër, do të zbardhen ftyrat dhe do të futen në mëshirën e Allahut, ku kanë me qëndru për gjithmonë. Andaj kush lodhet dhe mërzitet dhe ka vështirësi në dynjë, do të pushon, do të qetësohet dhe do të largon ecjen me krojet dhe burimet e xhennetit dhe do të strehohet në hijen e arshit të Allahut, atë ditë që s'ka hije tjetër përveç hijes së Allahut Dhul Xhelal. Kjo që sot e kemi kalu këtë ditë të nxehtë dhe me vap dhe pa pas asnjë incident, tregon për mëshirën e madhe të Allah me të cilin I ka kaplu besimtarët e tij, dhe elusim Allahun Dhul Xhelal vazhdimisht na jep mirësi dhe mbarësi dhe të na ndihmon që të vazhdojmë në këtë rrugë dhe të vazhdojmë në kryen obligimeve dhe njohjen e Allahut fuqiplot, se vetëm kështu ka mundësi me I fitu të mirat e Allahut në dynjë dhe në ahiret. Sikur se e thojnë dietarët se kush e duron mundimin dhe vapën në dynjë, Allahu Akbar, mundimin dhe vapës së ahiretit. Zgjidhje tjetër nuk ka se me këtë ti bësh nga dhjimtari dhe fitimtari kryesor, se e fiton egon dhe nefsin tanë. Ajo që e përmendi vllau I nderuar Ademi, nefsi I cili e urnon njeriu në botëkshia, ti me agjërim dhe Ramazan nga dhjen ndaj tij, në egos tonë dhe del fitimtar. Andaj fitimi më I madh dhe lumturia më e madhe është kur ti e fiton epshin dhe egon tonë dhe arrin qëllimin dhe realizon synimin të cilin ta ka bërë obligim Allahu, sikur se përmendi hoxha I nderuar Bedriu, të agjërosh Ramazanin për të arrit deri te qëllimi dhe synimi I devotshmërisë.